për luftar të math në përreziqet, të ka gjetur ty bota e tërë, se i theve paganët o athlofor. Pra si që shtrive lije unë fodull për dhe, kur e forcove dëshmorin e stor në stat. Gjithashtu është shëndhimitër dëshmori madh, lutju Jesu Krishtit Perëndi, të na dhuroje për dëllimin e madh. Katedralja e Shën Dimitrit në Selanik të Greqisë është një nga monumentet më të shquara të krishtërimit të hershëm dhe një dëshmi e gjallë e trashëgimisë bizantine në Evropë. E dedikuar Shën Dimitër Mirovlitit, mbrojtësit shpirtëror të qytetit, kjo kish katedrale ka qenë qendër e adhurimit, pelegrinazhit dhe krijimtarisë artistike që nga fillimet e krishtërimit deri në ditët tona. Katedralja është ngritur në vendin ku, sipas traditës, Shën Dimitri u martirizua për fenë e tij në fillimet e shekullit të IV. Një martirizim që e bëri atë figurën më të nderuar të krishtërimit në Ballkan dhe mbrojtësin e padiskutueshëm të qytetit të Selanikut. Që nga origjina e saj si një kapel e vogël në shekullin e IV, ndërtimi u shtri dhe u rindërtua disa herë gjatë shekujve, nga një bazilik e madhe 3 nefshe në shekullin e V deri në një strukturë 5 nefshe në shekullin e VII. Kjo formë është ajo që i jep pamjen karakteristike edhe sot. Arkitektura dhe arti bizantin i katedrales duket si një bazilik impozante me një qendër të madhe të kupolës dhe hapësira të gjëra të iluminuara, ku mozaikët dhe pikturat murale reflektojnë dritë dhe simbolizëm teologjik. Brendësia është e pasur me afreske dhe mozaik të shekullit të VII, përfshirë panele që portretizojnë Shën Dimitrin me themeluesit e restaurimeve të kishës dhe skena nga jeta e tij, si dhe një mbishkrim që lavdëron qiellin për shpëtimin e qytetit nga një sulm slav. Ndonse shumë prej mozaikëve dhe punimeve origjinale u shkatruan gjatë zjarrit të madh të Selanikut të vitit 1917, restaurimet domethënëse të shekullit të 20 kanë rivendosur pjesë të tyre dhe kanë rigjallëruar madhështinë e brendshme të tempullit, katakombet dhe reliket. Nën kish shtrihet një kompleks i rëndësishëm katakombesh paleokristiane, ku vizitorët mund të shohin pjesë të strukturave romake të shekullit të II, një dëshmi e vazhdimësisë historike nga periudha pagane drejt krishtërimit. Këtu besohet se buron një burim i shenjtë dhe ka zona pelegrinazhi të lidhura me reliket e Shën Dimitrit, të cilat quhen shpesh të mbushura me miro, vaj aromatik i shenjtë dhe të konsideruara me fuqi mrekullibërse. Si një qendër e rëndësishme e krishtërimit, katedralja ka kaluar periudha të ndryshme ndikimi, nga simboli fuqisë bizantine në të gjithë Mesdheun, tek konvertimi në xhami gjatë sundimit osman në shekullin e 15 dhe më pas rikthimi i saj në kultin e krishterë pas çlirimit të qytetit. Katedralja e Shën Dimitrit është pjesë e UNESCO-s, e monumenteve paleokristiane dhe bizantine të Selanikut, një njohje që pasqyron jo vetëm vlerën e saj fetare, por dhe rëndësinë e jashtëzakonshme kulturore dhe historike për njerëzimin. Kjo katedrale nuk është thjesht një strukturë guri, ajo është një udhëtim në kohë, teatri për masave të mëdha, shpirtërore dhe një dëshmi e pandalshme e një tradite që ka formësuar jo vetëm Selanikun, por edhe identitetin e krishterë në Evropë dhe më gjerë. Shën Dimitri i Selanikut është një nga figurat më të nderuara të krishtërimit ortodoks dhe një nga shenjtorët martir më të rëndësishëm të periudhës së hershme romake. Ai lindi në Selanik në fund të shekullit të III, në një familje fisnike dhe shërbeu si oficer i lartë në ushtrinë romake. Megjithse pozita e tij i garantonte privilegj dhe siguri, Dimitri zgjodhi të shpallte hapur besimin e tij të krishterë në një kohë përndjekjesh të ashpra nën perandorin Maksimian.
Sipas traditës kishtare, Shën Dimitri nuk kishte vetëm një ushtarak, por edhe një mësues i besimit, i cili përhapte krishtërimin fshehurazi në qytet. Për këtë arsye, pasi u pikas, u arrestua dhe u burgos. Martirizimi i tij ndodhi rreth vitit 306, ku u vra me heshta në burg, një akt që e shndroi atë në simbol të qëndresës shpirtërore përballë dhunës së pushtetit toksor. Në ikonografinë ortodokse, Shën Dimitri paraqitet zakonisht si shenjtor i veshur me armaturë, shpesh mbi kal dhe me shtizë në dorë. Kjo pamje nuk simbolizon luftën fizike, por fitoren e besimit mbi frikën dhe vdekjen. Ai shpesh krahasohet me Shën Gjergjin, por tradita e Selanikut e thekson Shën Dimitrin si mbrojtësin e brendshëm të qytetit, jo vetëm luftëtar, por dhe ndërmjetës shpirtëror. Një element unik i nderimit të tij është fenomeni i quajtur miroprurës. Sipas dëshmive historike dhe liturgjike, reliket e Shën Dimitrit kanë nxjerrë një vaj aromatik, mirro, i cili konsideroi shenjë e hirit hynor dhe përdorej për shërime. Kjo e bëri Selanikun një nga qendrat më të rëndësishme të pelegrinazhit në botën bizantine. Gjatë shekujve, Shën Dimitri u perceptua si mbrojtësi qellor i Selanikut, i lidhur me shpëtimin e qytetit nga rrethime, epidemi dhe pushtime. Kronikat bizantine i atribojnë atij ndërhyrje mrekullibërse, duke e bërë figurën e tij të pandashme nga identiteti historik dhe shpirtëror i qytetit. Sot, përtej dimensionit fetar, Shën Dimitri përfaqëson një figurë universale të ndërgjegjes morale dhe shpirtërore. Një njeri që refuzoi kompromisin me padrejtësinë dhe zgjodhi besnikërinë ndaj së vërtetës, edhe me çmimin e jetës. Për Selanikun dhe për ortodoksinë në tërësi, ai mbetet jo vetëm një shenjtor i së kaluarës, por një pranie e gjallë në besimin ortodoks dhe në jetën liturgjike të Kishës së Shenjtë. Pra si që shtrive lye, unë fodull për dhe, kur e forsove dëshmorin e sor në stat. Gjithashtu është në dhimitër dëshmori madh, lutju Jesu Krishtit Perëndi, të na dhuroje për dëllimin e madh.